Mi mbrëma takomi së bashku në televizionin Sot 7 në emisionin Konak. Konaku i sotëm do jetë konak sportiv. Do jetë konak sportiv edhe për faktin sepse ekipi i Pogradecit ditën e hënë luan ndeshjen e 5, ndeshje që ka brenda emocionet e më shumë se një takimi. Është një takim historie. Edhe për faktin sepse voleybolistët femra të Pogradecit kërkojnë të shkruajnë historinë e voleybollit shqiptar, kërkojnë titullin kampion. Deri tani janë luajtur 4 ndeshje. Skënderbeu, Pogradeci, Tirana. 2 ndeshje në Pogradec ka fituar ekipi i Tiranës. E si për ironi të fatit, 2 tjera i ka fituar në kryeqytet ekipi i Pogradecit. Tashmë, takimi 5 luhet në Pogradec. Luhet në Pogradec në Pallatin e Sportit të këtij qytetit në prani të shumë tifozëve, vendas, të cilët do ta kallin, siç do të thoshte e ftuara ime në studio, Edona Kalludra, pra Dardania Edona Kalludra, kështu thoni, do ta kallim. Herë së pari mirë se ardhe në emisionin Konak. Shumë faleminderit. E qeshur je sot? Normal. E qeshur sepse? Sepse ja arritëm, pavarësisht 2 humbjeve në Pogradec që sado që janë ndoshta thjesht një humbje, janë më të rënda ndoshta sepse humbe para publikut atë që janë të mrekullueshëm dhe pas humbjes ndeshjes së tretë të gjithonin, s'ka gjë se do e marrim Tiranë dhe të 5-ën do e marrim prap këtu, mos u mërzisni. Domethënë që ishte një motiv, edhe pse ndoshta i kishim zhgënjyer, po prap na motivonin. Po, shkojmë ndeshjen e 5, ishte një ndeshje shumë e vështirë dhe shumë e rëndësishme. Do dalim tek ajo pjesë, por e kishe menduar se do të shkonim me 5 ndeshje në këto finale të mëdha të kampionatit, pra të momentit final të kampionatit kombëtar të voleybollit për femra? Duke parë... Kur them, e kishe menduar, pra pa filluar ndeshjet. E dinim që do ishte vështirë, ndoshta nuk e mendonim që do humbnim në Pogradec, ndoshta mendonim që mund ta mbyllim ndoshta dhe me 3 dhe me 4 ndeshje, por këto janë finale. Dhe këto finale luhen për të fituar, nuk ka rëndësi. Jo, se kur të pyeta për hir vërtetës, po thuhet se të gjithë keni menduar nisur nga ndeshjet e kampionatit, pra të 2 fazave të luajtura ku keni fituar edhe në kupë me ekipin e Tiranës. Pra duket e kishit menduar se do ta mbyllnit me 3 ndeshje të luajtura 3 fitore, pra Pogradec, Tiranë, Pogradec. Tani dëshira ishte ajo, patjetër, po nuk e kishim të sigurt, sepse Tirana është një ekip me shumë eksperiencë brenda. Tirana është vendi i dytë në kampionat, por edhe finalist, edhe fituesi kampioni në fuqi, dhe ka shumë. Ato nuk do vinin në Pogradec për të humbur, ato nuk erdhën në finale për të humbur, edhe ato kanë luftuar, nuk është Tirana një kundërshtar i lehtë, dhe në ndeshjet e kampionatit i kemi mundur se kemi gjetë mënyrën se si ti mundit. E cila është kjo? Duke sunuar shumë me shërbim që të marrim një top më të lirë. Me të qorganizuar, pra. Të qorganizuar, sepse kemi sulmuese më të forta se dhe Tirana, në kuptimin që të huajat tona janë shumë të mira se të huajat e Tiranës. Por Tirana? Por Tirana patjetër ka eksperiencë brenda, ka një libër. 21 titull kampion të fituar deri tani ekipi dhe asnjë titullin e parë kërkon ekipi i Pogradecit. A përbën kjo diçka? Kjo është histori, kjo është eksperiencë. Është çështje e fanellit, është më rënd ajo e Tiranës se kjo e Pogradecit? Po, e Tiranës është më rënd për shkak të këtyre titujve të fituar? E rënd. Ka emër, Tirana ka emër, po Pogradeci, nuk do të thotë që Pogradeci nuk do bëj emrin e tij. Pra, ne po flasim për një histori, ne po kërkojmë ta shkruajmë. Tirana ka histori. Ne po kërkojmë ta shkruajmë. Histori ka dhe Dinamo. Po, është madje shumë të madhe. Shumë të madhe ka dhe Dinamo, po dhe Dinamo përfundoi aventurën në gjysmën finale. Tirana ka histori më shumë se Pogradeci, po... Me pëlqej kjo dhe Dinamo, se ku ndole dhe se si më hyret i kjo pjesë, që do thuash, pra në këtë rast historia në ndeshjen e 5 nuk ka fort? Nuk ka fort, historia është aty. Aty luhet. Aty luhet. Ndeshja 5, historinë do e bëj Pogradeci me Tiranën, është historia e re. Kemi humbur ndeshjen e parë në Pogradec. Po. Më thuaj diçka, çfarë ndodhi? Se kjo është pyetje, çfarë ndodhi? E kishim menduar të paktën ndoshta më të lehtë
fitoren? Nuk e kemi menduar të lehtë, kemi menduar fitoren sepse avantazhi i fushës, avantazhi i atyre tifozëve të jep shumë motiv. Por ndoshta një adrenalinë pa parë, ndoshta një mingarkesë sepse ishim pretendenti kryesor, fituesi dy kupave, finalist në Pra presioni kalonte në anë të Pogradecit, po thua? Presioni normal që ishte mbi na. Në anën tjetër, në ekipin ton, pavarësisht që janë lojtare të mrekullueshme, ka dhe shumë lojtarë që luajnë për herë të parë në finale të tilla. Dhe nuk e di ndoshta dhe presionin e publikut, kishte më shumë publik se sa zakonisht, dhe ndoshta duke mos dashur të bëjnë keq, gabuan në disa momente. Nuk bëm një lojë të keqe në kuptimin që nuk bëm. Jo, nuk po them kështu, por që kishte shumë emocion dhe shumë adrenalin dhe ndoshta adrenalina e tepërt na dha dhe rezultatin, por patjetër që Tirana ka luajtur një ndeshje shumë të mirë, shumë të saktë me ca pikë që e gjeti shumë më lehtë mënyrën për të shënuar pikë se sa ne. Ishte me saktë në shërbim të fortë Tirana dhe ne për rrjedhoj nuk ishim të saktë në pritjen e topit parë? Po, dhe kjo ka të bëj, po thash, ne nga ngarkesa dhe nga adrenalina nuk po e zgjidhnim dot se si ta merrnim pikën. Tirana ishte ndoshta me lojtare pak më me eksperiencën e, dinte ti menaxhonte dhe e gjente mënyrën për të bërë pika. Por e them këtë për pjesën e adrenalinës dhe për pjesën e mos së zgjidhjes. Po pse do të ndalemi kaq shumë këtu, një skuadër e ndërtuar për të shkuar te titulli kampion. Pra kemi një ngarkesë, adrenalina është më lart, e për këtë arsye çfarë? Ndikon sidomos te vajzat e reja. Edhe tek një ekip që është i ndërtuar për të shkuar te titulli kampion, është punuar, është investuar. Kemi që në korrik është. Atëherë po pyes shumë direkt, çfarë nuk shkonte në pritjen e topit parë? Adrenalina dhe stresit të ndihmon të bësh gabime. Ne të treja setet që ne i kemi humbur, ne kemi qenë para. Kemi qenë para dhe setin që për ironi të fatit, setin që kemi fituar setin e tretë, ne kemi qenë mbrapa. Dërsa të treja setet ishin para. Dhe aty ishte adrenalina dhe mos zgjidhja e pikëve. Mira, edhe njerë, gabuam se na izoluan në pozicionin 2? Ata po ishin gjithandej. Jo. Ishin gjithanej, ishin në 2, ishin në 4, ishin në qendrën 3. Ishin me shërbim më të fortë se sa shërbimi jon, atëherë gjithë kjo për shkak të adrenalinës apo ka edhe faktorë të tjerë. Në një ndeshje finale që sigurisht unë pranoj ka ngarkesa. Në një ndeshje finale kur janë dy ekipe të barabarta, po them të barabarta sepse jemi finalistë të dy. Kemi qenë finalistë dhe më herët, në 3 kupat që janë bërë vetëm me ekipet shqiptare, kemi qenë finalist në të dyja skuadra. Me dy skuadra që të dyja kërkojnë titullin kampion, lihet çdo gjë pas edhe janë vetëm ato finale, patjetër do fitoj ai që bën më pak gabime. Pra ne bëm shumë gabime. Ne bëm gabime në momentet të fundit, ne s'po zgjidhnim dot, ne po bënim ca gabime dhe nuk po e merrnim dot pikën. Ndërsa Tirana bëri më pak gabime dhe po e zgjidhte pikën. Ne bëm një lojë shumë të mirë, sepse po t'ishte lojë e keqe jona, Edona, Tirana është në ato skuadrë, nëse ne nuk shkojmë në maksimum, nuk të adhuron ndeshjen, duhet ja marrë, duhet ja fitojnë. Tirana s'adhuron ndeshjen. Absolutisht pra, sepse për shumë arsye nuk është në ato skuadrë. Të dalësh mbi Tiranën, që me pikë që ta sulmosh dhe mos i lesh hapësira të marrin pikë, që ti të dalësh disa pikë para dhe të kesh një komunitet që të mbash atë balancin pastaj. Jo në fakt se mbetemi te ndeshja e parë, e kishte menduar Malaj në pozicionin 3 me 13 pikë të realizuara. Faktikisht aty ishte një surprizë, po them, sepse pasuesja nuk është që e ka gjetur Malajin dhe Stërmillën dhe diagonalistën shumë në ndeshje, e gjeti aty dhe normal kur ecë me një lojtare, është atë lartë. Jo, unë po them, mos ishte kurth i trajnerit të Tiranës për të sulmuar aty, apo ishte... Ka tentuar, ishte më... Ndoshta dhe ka qenë strategji. Ne ndeshjet më herët, ndeshja ka qenë fokusuar te 4. Pa çka se Sara është një lojtare shumë e mirë dhe i jep i topa, po nuk e gjen te kohën dhe dilte shpeshherë në kundrakohë me pasuesen. Ti po thua në këtë ndeshje ishte sinkronizuar me pasuesen? Besoj që kanë punuar për atë, se kanë parë që një pikë më shumë goditje dhe një shtatlartë si Malaj do merrte pikë dhe arriti.
Po pra, atëherë ne kishim pak të vështirë për ta izoluar, sepse mbetëm tek 4 dhe... Po, mbetëm dhe po jepej shumë topa në trash, nuk ishim mësuar me atë lojë. Ndoshta një aty po besoj që ja dolëm prapë se prapë po merrnim ca nga statistikat, nga 25 topa mori aq pik, domethënë që ka marr pikë të saj, apo prapë se prapë dhe shumë topa janë vazhduar dhe janë kapur. Domethënë që ishte diçka e re, që patjetër që do jetë e punuar nga trajneri dhe besoj që edhe pasuesja ja ka kuptuar rëndësinë Sarës dhe lojtarëve të tjera dhe në një farë komoditeti për Tiranën. Luajtëm pak a shumë lojën tonë. Mendoj që luajtëm dhe lojën tonë, si ne kemi sulmuar nga të gjitha anët gjithmonë. Kemi pas një që udhëhiqte, po themi që është patjetër lojtarja kryesore, lojtarët e 4-s, por që kanë bërë lojën tonë. Dhe besoj që ashtu luajt volejbolli. Në ndeshjen e parë nuk shkoi diçka në linjën e organizimit? Jo, të thash, ishte thjesht gabime në disa momente vendimtare nga të gjitha. Ishim të gjitha, kishim gabime. Unë bëra një gabim më herët, dikush bëri një gabim më vonë, ishim të gjitha me gabime. Mundoheshim ta menaxhonim, por ishin gabime. Tirana, ajo që më bëri përshtypje, të paktën po mbetemi se kemi kohë për diskutuar për ndeshjet e tjera. Në ndeshjen e parë kërkoi ma tepër kalimin e topave mbi blok, për ta shmangur blokun e ekipit të Pogradecit. Po merrnin më shumë pikë me blockout, me touch, me atë dhe është puna që atë do bënin se nëse me një blok 7 lartë siç e kemi dhe ne, dhe ato kanë blok shumë të lartë dhe atyri ju funksionoi bloku. Kurse ne jo. Neve nuk po i binin, po merrnin, po luanin mençur, po kapnin gishtat, po dhe atyre topave nuk e se çfarë u bën. Dhe kjo gjëja neve na reflektoi dhe në ndeshjen e dytë dalëm me një strategji tjetër. Cila ishte një rregullim i vogël taktik dhe blokautet nuk po funksiononin më. Një pozicionim tjetër i blokut. Po? Që blokautet nuk po funksiononin më siç na zona tona befasin në që ne. Pra kanë fituar 1-3 takimin e parë Tiranës, se kemi fituar 1-3 edhe ne atje. Po, dhe seti i parë nisi ashtu mirë me emocione patjetër sepse ishte për të barazuar, ishte finale, luanim në Tiranë dhe në momentet të fundit prap me gabimet tona fitoi Tirana. Pastaj seti i dytë, seti i tretë ishte një histori më vete që mbaroi me 13 dhe me 15 pikë. Dhe seti i katërt kishte prap atë rivalitetin sepse Tirana nuk është një ekip i thjeshtë. E goditëm blok me shërbim të fortë, ishim me të sakta në topin e parë, ishim më mirë me topin e parë. Shpërndahet në gjithë gjatësinë e rrjetës, në gjitha pozicionet apo çfarë? Me qendrën, u hapën ansoret, funksionoi më mirë mbrojtja, thash ky ndryshimi taktik që patjetër që duhej bër, edhe ja dolëm, funksionoi bloku jonë, funksionoi çdo gjë dhe çdo gjë dhe kthehemi në ndeshjen e tretë Pogradec dhe njëri tjetër. Kthehemi në Pogradec. Ndeshja kjo e fituar 2-3 nga ekipi i Tiranës. Ishte një ndeshje shumë e mirë se ndeshja e parë. Prap kalojmë te seti i katërt, gabime në momente vendimtare që duhet ta kishim mbyllur 3-1? Duhet ta kishim mbyllur 3-0. 3-0. 3-0. Ajo ndeshje mund të jo, me qenë se u ndalet tek seti i katërt tash. Edhe seti i tretë ishte 22-22 nëse s'gaboj, që është shumë e vështirë që të jetë para ekipit Tiranës të futet dikush me shërbim dhe për ekip tjetër se për Pogradecin është bërë taktika më e fortë e ndeshjes dhe funksionon çdo herë. Momente decisive prap gabim. Seti i dytë ishte ky, setin e tretë e morëm dhe seti i katërt pastaj ishte 23-23 dhe dy gabime shumë të vogla që me shumë përgjegjësi e them këtë fjalë që ishin thjesht gabime emocionesh dhe ngarkese, shkoi dhe seti i katërt. Gjatë gjithë kohës që do na më fal, vazhdimisht keni thënë adrenalin, emocione, ngarkesë e tjera. Finalet i kanë. Finalet i kanë, po. Finalet e tilla i kanë të pranishme emocionet. Pra ndaj quhen finale. Po janë disa... Kush ka më pak ngarkesë, kush i zgjill, kush e çështje i interpretimit kam mendimin. Pra ne gabojmë në interpretim për shkak të ngarkesës dhe Tirana ka më pak ngarkesë dhe interpreton me mirë lojën apo çfarë? Tirana ka më shumë eksperiencë.
Lojtarët e Tiranës. Po, një pjesë e mirë e lojtarëve kanë sezonin e parë që luajnë me ekipin e Tiranës. Po, kanë eksperiencat e tjera. Po? Kanë eksperiencat e tjera. Është puna që lojtarja e tyre kryesore është lojtarja më me eksperiencë. Po. Lojtarët tona kryesore nuk e kanë eksperiencën e kampionatit shqiptar. Ne kemi Paula Gjatën, jeni dhe ju pjesë e ekipit. Po, patjetër, unë dhe Paula kemi. Është Laura Mehmeti, më falë Angela, pra e mota. Po, topat e këqij nuk i marrë dot as unë, as Paula, as Angela. Topat e këqij merren nga katrat. Megjithatë, të gjitha asaj. Jo se nuk mund të shkojmë emocione, adrenalinë, edhe unë që e kam 4 vite që luaj në përndeshjet e tilla finale dhe unë kisha emocione atë ditë. Dhe nuk po dila në lojën time. Që është një blackout edhe imi, unë marrë përgjegjësinë time, ishim të gjitha në një ngërç. Dhe nuk e dinim se na vinte, por një gjë që duhet vlerësuar patjetër është nga mënyra se si trajneri jon të nesër pas një dite në servitje na foli dhe mënyra se si na motivon dhe mënyra se si ne vajzat motivojmë njëra tjetrën. Humbëm, ishim 2-1 në favor Tiranës. Po pra, aq më tepër kur ne kemi humbur neshën e tretë që bie dyta në shtëpinë tonë kemi humbur në Pogradec. Tani ndeshja 4 ishte. Kjo është që ne kishim më shumë presion se sa Tirana. Për shkak sepse ishte në avantazh Tirana. Ishte në avantazh Tirana. Ata menduan ishin më pranë titullit kampion. Ata e menduan, 100% është e sigurt që ata janë nisë për të na mundur, domethënë për ta fituar dhe për ta mbyllur në Tiranë, patjetër ishin avantazh. Ju po thoni se e morën lehtë ndeshjen e 4? Jo, nuk e morën lehtë. Erdhën për të fituar, siç vjen çdo njeri. Erdhën për të fituar. Në rafën 2 herë, ishin avantazh, kishin një motiv më shumë, donin ta mbyllnin, patjetër se Tirana, unë e vlerësoj shumë Tiranën, por ne e menaxhuam më mirë dhe gjitha fjalët që na janë thënë nga njerëzit që ne besojmë te ju, mos u merakosni, e marrim Tiranë dhe do e marrim prapë këtu që ata mund të zgënjeshin shumë lehtë dhe mund ta humbin besimin te ne, po ata se kanë humbur. Dhe trajneri që është profesor Besa është personi që beson në ne më së shumti, që vazhdon dhe thot jeni ekipi më i mirë. Se në fakt jeni. Jemi, e kemi vërtetuar, jeni ekip, thjesht tregojeni dhe pastaj na motivon dhe nuk na ngarkon me pjesën si e humbë, si e bët, na i thot kritikat, po na i thot me kur duhet edhe si duhet. Pastaj jemi dhe ne vajzat që jemi mbledhur dhe në momentin që futemi në ndeshje nuk po shifni më se tham, s'ka rëndësi se kush e merr pikën, s'ka rëndësi se kush gabon, jemi bashkë dhe zolem top në tokë. Dhe doli një ndeshje 3-0 e para në gjitha takimet Tirana-Pogradeci. 3-0. 3-0. A ndryshoi shumë çka? Shumë çka. Për sa i përket mënyrës se si jeni shprehur në lojë? Shumë çka. E çfarë ndryshoi më konkretisht? Energjia dhe besimi që kishim. Larguam çdo lloj presioni. Larguam çdo lloj gjëje, menduam vetëm atë ndeshje, mendonim vetëm një set, mendonim një pik pas një pike tjetër dhe ishim të mbindura që ne do ta fitonim. Zakonisht trajnerët përgatisin kurthe në ndeshjen e 4. A kishte një të tillë Lisha? E nëse po, kush ishte? Ndoshta një gjë që Tirana nuk e priste ishte performanca e Johnson. E cila? E cila arriti 20 pikë. Në pozicionin 4, diagonal? Në pozicionin 4. Ata nuk e prisnin ndoshta dhe një mbrojtje shumë të mirë nga gjitha ne. Ata nuk e prisnin ndoshta dhe një energji nga ne. 17-25 seti i parë. Po. Kjo ju bëri që të ndjeni krejt ndryshe në setin e dytë? Patjetër. Që shkon 22-25 apo 23-25? 23-25. 23. Ne sulmuam shumë fort me shërbime. 22-11 ishte seti i parë. Shkoj dhe pastaj Tirana po fillonte të futej në lek. Patjetër, Tirana nuk është ekip i thjesht. Tirana është ekip. Setin e dytë ata e panë se çfarë po ndodhte që ne e morëm dhe ishim shumë të ndroj dhe profesor Gorenca është një trajner shumë i zgjuar dhe shumë i nderuar. Duhet ta pranoj. Duhet ta pranoj. Unë e njoh edhe më herët, jam njohur me historitë e tij edhe me sukseset e tij, që ndroi ca gjëra dhe luftuan, por prapë në pikë vendimtare nuk gabon ne.
e zgjidhëm në pikë vendimtare. Shiko, Pogradeci ka lojtarët që kryen shërbim të fortë. Në fakt, në 3 ndeshje, me përshtim të ndeshjes së 4, nuk është se kemi parë në maksimum shërbimin e fortë për ta lëkundur mirë atë pjesën e kundër sulmit, pra mënyrës për t'i dhënë kohë për t'u organizuar. Dje kanë sulmuar se cila lojtare jona ka sulmuar me shërbim. Se cila lojtare jona ka sulmuar me shërbim dhe u bë një çakordim, pavarësisht që pozitiviteti në topin e parë ishte sipas statistikave ishte në anën e Tiranës, por që ne sulmuam dhe ne e merrnim. Kemi shumë pikë në mbrojtje. Luftuam shumë. Domethënë, ca momente më vinë në kokë që ishte një top që po rrëshqiste, kalonte, domethënë Angela ishte çdo vend. Angela nuk e di, ka qenë në 4 anët e fushës, pastaj dhe në tjera që mundoheshim. Ishim të fokusuar thjesht të fitonim ndeshjen, ta çonim këtë takime 5 sete. Mësuam shumë nga gabimet me 5 ndeshje. Gjithsesi 5 sete, çdo ndeshje nga një set mund ta quajmë. Ishim të fokusuar e thjesht ta fitonim. Nuk na interesonte se ku ishte topi, po mundoheshim që topi mos të binte asnjëherë në tokë. Dhe mendoj që ajo fitore 3-0 na ka rritur shumë moralisht neve dhe na jep shumë fuqi dhe e shoh se cila vajzë që është shumë më shumë e motivuar dhe e bindur që ndeshja 5 do jetë ndryshe nga 2 ndeshjet e tjera në Pogradec. Përfshirrat 2 ndeshjet e Pogradecit. Pra, ju mendoni se titulli kampioni për këtë pogradecare këtë vit? Po. Tirana patjetër do vit luftoj. Ka mundësi, domethënë po se loja aty është. Loja është e barabartë në kuptimin që topi është i rrumbullak një shprehje kështu. Po që Tirana do vi për fitore, nuk do vi për të na falur titullin kampion. Tirana... Për të fituar duhet të jemi do të jemi në maksimum. Maksimum. Tirana s'fal. Akoma, Tirana nuk fal. Tirana duhet ta godasësh fort. Ta mundësh me ndeshjet, ta godasësh në çdo lloj pike me shërbim, me blok, çdo lloj gjë të mos alesh të marrësh pikë, ndryshe nuk të fal. Edona, pas ndeshjes së tretë të humbur në Pogradec me Beso, kam parë trajnerin Besnik Lisha i rrethuar nga miqtë e tij të kahershëm, ish voleybollist të Vllaznisë, emra shumë të njohur, njëri prej cilëve ishte John Çoba, një nga organizatorët më të mirë të voleybollit shqiptar, por dhe të tjerë. Të gjithë me kokën e ulur, nga ana tjetër kam parë sa i thash një ditë pas fitores së 4, pra të ndeshjes së 4, kam parë administratorin e qendrës multifunksionale Dorian Latifllarin, i vetëm dikun, ekipi kishte ikur me shpejtësinë e erës nga parketi i pallatit, nuk e di se ku, nuk kishim ne gazetarët, s'kishim dispozicion askënd për të marrë në intervistë. Këtë që kam parë në Pogradec e kam parë dhe nuk kam dëshirë për ta parë kurrë më. Pra këtë mërzitjen. Si ishit pas ndeshjes së 4, ndeshjes së 2 të fituar në Tiranë? Unë dua të them që direkt ndeshja pas ndeshjes së 3 ishte një mërzitje shumë e madhe. Ishte blackout, ishte një blackout total për secilën lojtare, sa që ndoshta dhe ishim shumë të mërzitura. Unë isha me prindrit e mi, isha shumë e mërzitur, më vinte shumë inat me veten time që nuk dhash maksimumin tim, vajzave secilës i ka inat me veten, si se bëm, bëm, por që kaloj shumë shpejt dhe thjesht po fokusoheshim të ndeshja tjetër. Tani më thuaj, mbrëm, në çfarë orë keni ardhur në Pogradec? Në orën rreth 12 të natës. Kjo tregon se keni sjell tjetër atmosferë pas ndeshjes. Jo, thjesht kemi konsumuar diçka dhe jemi kthyer që të pushojmë. Që të pushojmë se kemi stërvitje për... Fillon ndeshja tjetër. është ndeshja tjetër. Fituam e çuam me 5. The për Dorin, administratorin. Dori ka qenë mbështetësill më i madh. Patjetër që dhe ai mërzitet, sepse është njeriu që jeton fort. Është që don fort, është udhëheci i qendrës dhe i ekipit në kuptimin nga ana administrative, më falni. Dori ka ardhur pas çdo ndeshje dhe ka thënë unë besoj në ju. Jeni më të mira dhe mos s'keni asnjë lloj presioni për asnjë gjë. Asnjë moment nuk kemi ndjer presion që
si e humbët në Pogradec, ose diçka e tillë që edhe më ka ndodhur. Po që Dori ka qenë gjithmonë që harroni çdo gjë, luani dhe jepeni më të mirën. Dori, kryetari i bashkisë, çdo lloj njeriu. Meqense ndole te kryetari i bashkisë, nëse mund të na thuar, nëse të lejohet. A është e vërtetë që para ndeshjes së katërt keni pas një takim me kryetarin e bashkisë të Pogradecit, Ilir Gjakollin, e nëse po, çfarë ju ka thënë? Thjesht ka thënë që ju jeni kampione. Dhe jeni për krajin, jeni krenaria e gjithë Pogradecit dhe ka thënë çdo herë këtë gjë. Luan, ju jeni kampione, çfarëdo që ndodh, gjithmonë e kanë thënë, të gjithë e kanë thënë, çfarëdo që ndodh, ju jeni kampione dhe ju jeni krenaria e Pogradecit. Dhe këto fjalë, jo vetëm të kryetarit që patjetër është një mbështet shumë i madh i ekipit Pogradecit dhe i gjitha neve, po edhe çdo njeri që kam takuar dhe çdo njeri që na ka takuar ka thënë që jemi krenar për ju. Çfarëdo që të ndodh. Duke parë atë sallë sportive, se s'po e quaj pallat sportit, në Fark, e duke parë pallatin e sportit Arefi Berberi në Pogradec të mbushur plot. Si ndjesh? Të luash para publikut, sidomos para publikut që të përkra ty, është gjithmonë një kënaqësi më vete. Unë jam ai personi, ndoshta e ke parë që unë po jam jashtë, dua që të ngrej publikun që të përkra, sepse është shumë e rëndësishme për një sportist. Patjetër që në Tiranë nuk është që ndiqet shumë volejbolli, kryesisht janë familjar ose pak grupe tifoze, më shumë zakonisht vinë nga Pogradeci që bëjnë udhëtimin për na përkrahur neve. Por që çfarë dua të them është që në ndeshjen e 5 nuk do zhgënjejmë askënd. E di që nuk do zhgënjejmë, prap do na duan forte dhe do kemi një vend veçantë në secilën për zemrën e secilit sportdashës, por që do gëzohen. Do i gëzojmë shumë ndeshjen e 5. E dona do festojmë të hënën darkë? Patjetër. Je e bindur? Jam shumë e bindur. E bindur sepse? Sepse Pogradeci ka qef rikthimet, edhe s'ka më kohë për të rikthyer, tani është koha thjesht për të fituar. Është një ndeshje vetme thua? Është një ndeshje vetme. Janë zëruar 4 ndeshjet e tjera? Janë zëruar çdo ndeshje tjetër që ka ardhur deri tash. Është tek ndeshje për të kurorzuar gjithë kampionatin, gjithë lodhjen, gjithë stërvitjen, gjithë punën, gjithë angazhimin e 13 lojtarëve që jemi, 2 trajnerëve, administratorit dhe gjithë mbështetjen e secilit tifoz pogradecari që na kanë ndjekur në Tiranë, na kanë ndjekur përmes telefonit, televizorit, dhe që kur dalë në rrugë, dalë me kokën larg, sepse e din që janë pjesë e volejbollit dhe bravo na bëni krenar. Duhet kuptosh, Taraneri Besiklisha thot, për ta mundur Tiranën do të godasësh vazhdimisht, mos e lër asnjë moment të marrë frymë. Edhe ne atë do bëjmë. E do na të falenderoj pafund. Gjithashtu. Që ishim së bashku, do shihemi në emocionet e pallatit. Mezi po presim, do jetë një final, është fundi. Është fundi i çdo gjëje, kurorëzimi i çdo gjëje. Dhe ku më mirë ta mbyllim në Pogradec me një triplet kupash, me një finale të 5, me një kampionat shumë gjatë, me ulje ngritje tonat dhe me ekipin më të mirë në Shqipëri. Falenderit pafund. Falenderit. Këto pra kemi përfunduar pjesën e parë të emisionit Konak, sonte në Konak, ishim me Dona Kalludrën, volejbolistja dardane e ekipit të Pogradecit. Ka sezonin e dytë që luan me këtë ekip. Skuadra e trajnerit Besiklisha është padyshim skuadra më e mirë, por luhet finalja e madhe, finalja e 5 të këtyre finaleve të mëdha, e Dona thot janë zëruar 4 ndeshjet e luetura, luhet tashmë një tek ndeshje, është tek ndeshje e finale së madhe historike për volejbollin pogradecar. Një hapësirë reklame do rikthehemi në pjesën e dytë, do flasim për futbollin, do jemi së bashku me specialistin e futbollit Egi Manisia, qëndroni me ne. Reklam dhe rikthehemi në studio. Jemi rikthyer në studio, jeni duke ndjekur emisionin Konak në televizionin Sot 7 në pjesën e parë të këtij emisionit kishim në studio më saktë volejbolistën e Pogradecit Dona Kalludra. Kemi folur padyshim për 4 ndeshjet e luetura të finaleve të mëdha të titullit kampion në volejboll për femra. 2 ndeshje janë fituar në Pogradec nga ekipi i Tiranës,
ndeshja ose 2 ndeshjet e tjera e fituar nga Pogradeci në kryeqytet, duke bërë pra numrin e ndeshjeve të barazuar në 2-2 dhe ndeshja 5 luhet në Pogradec nisur nga fakti se në fund të 2 fazave të para, ekipi liçenor është renditur i pari në renditje dhe për këtë arsye ndeshja 5 finale do të luhet në shtëpinë e liçenorëve. Do jetë një ndeshje shumë interesante, do të luhet ditën e hënë në orën 18 në Pallatin e Sportit Arefi Berberi. Të gjithë pogradectarët e dinë mirë se të gjitha rrugët asaj dite të çojnë pikërisht në Pallatin e Sportit Arefi Berberi, aty ku duhet jemi të gjithë të pranishëm në mbështetje të skuadrës pogradecare që kërkon historinë e voleybollit të femrave për të shpallur kampion, që do të ishte titulli i parë kampion në këtë kategori kaq superiore, i bindur që ekipi i trajnerit Besnik Lisha do t'ja dalë. Në pjesën e dytë do të jemi së bashku me specialistin e futbollit Egli Marsia. Egli, faleminderit që jemi së bashku. Faleminderit ju Tonin. Të hënën luhet një ndeshje, a mund ta quajmë finale për titullin kampion, Skënderbeu Laçi? Patjetër që mund ta quajmë sepse e tillë është ndeshja që vendos tashmë atë kurorën e këtij kampionati, që ishte vërtet një kampionat i bukur dhe një kampionat i vështirë si për Skënderbeun ashtu edhe për Laçin, të cilat tashmë e kanë siguruar matematikisht gjitjen e Superligën shqiptare, por është ajo kupa që vlen në kësaj kategorie, është dhe ai shpërblimi i cili edhe ai vlen për të kurorzuar gjithë sezonin 2025-2026. Është finale sepse përplasen 2 ekipet të cilat i kanë dhënë tonin gjithë kampionatit bashkë me Pogradecin, dhe është më i avantazhuar Skënderbeu sepse luan për 2 rezultate, qoftë edhe barazim është ekipi i cili do të shpallë kampion. Ne të gjithë besojmë dhe shpresojmë që Skënderbeu do t'ja dalë në këtë ndeshje ta mbyllë ashtu siç e ka merituar këtë sezon, me gjithë ato ulje ngritjet e tij, por tashmë është edhe një ndeshje larg për të shpallur kampion e kategorisë parë. Në fakt, diferencën e kemi patur të konsiderueshme gjatë sezonit, por ka ardhur e shkushtuar tashmë në këtë javë të fundit të këtij sezonit me një pikë me ekipin Kurbinas. Është e vërtet, Skënderbeu që në javët e para ka filluar dhe ka shtuar diferencën e pikëve me të dyja ekipet, por edhe sidomos me Laçin që tashmë është në vendin e dytë, dhe kanë qenë javët e fundit të cilat Skënderbeu ka filluar dhe ka çeduar disi duke ngushtuar shumë diferencën deri në shumë pak pikë ku diskutua hyri në lojë edhe Pogradeci matematikisht. Por pas ndeshjes në Laç, pas asaj humbjes që pasoi Pogradeci, çdo gjë u vendos edhe matematikisht. Për hirtë së vërtetës, këtë sezon Skënderbeu ka bërë mirë. Thuajse që në javët e para, pavarësisht se të gjithë e kemi gjykuar disi lojën e Skënderbeu sepse nuk ka qenë një lojë e bukur dhe fitore me shumë gola, kanë qenë fitore cinike, por tashmë që ne flasim në këtë, po themi, emision të fundit të këtij kampionati, besoj që të gjithë mbajmë mend pikët që ka marrë Skënderbeu dhe askush nuk do të gjykojë me lojën me të cilën ka ardhur deri këtu. Dhe futbolli prandaj është i paparashikueshëm sepse luan mirë nuk merr pikët, luan dobët merr pikët, dhe në fund janë vetëm ato të cilat vlejnë dhe Skënderbeu t'i kanë drejtën. Si trajner futbollit, me sa duket, për trajnerët kështu ka rëndësi pikët, nuk ka rëndësi loja. Dhe besoj që edhe pjesa më e madhe edhe e tifozëve do të pajtohen me këtë mendim, sepse ata duan që ta shikojnë Skënderbeu në Superligë dhe jo vetëm në Superligë, por jemi të gjithë duke pritur atë investimin e madh që prej 10 vjetësh nuk e kemi parë te Skënderbeu, i cili na mësoi ta shikonim shumë lart Skënderbeu, dhe të gjithë përveç se pritëm që të luajmë këtë vit në Superligë, presim që Ardian Takaj, presidenti i Skënderbeut, të bëja të ndryshimin e këtij ekipi dhe të rikthehemi edhe një herë aty ku ishim në Kupën e Evropës. Në një mënyrë me ike, pra, por megjithatë kthehen, sepse unë bëj pjesë në kategorinë atyre sportdarëve dhe gazetarëve sportiv që më pëlqen fort loja e bukur dhe jo ajo cinike, siç ju pëlqen ju trajnerëve. Pra ju jeni cinik në lojë. Jo se më pëlqen mua. Është e rëndësishme piket. Pra unë po të pyes, a mund të jetë lojë cinike me skuadra të tilla si Borrelli në transfert apo Korabi në shtëpi, pa thënë tek ekipet tjera, pra kur është vështirë për të parë lojë një skuadër që vjen e të mban aty me alën brenda gjysmë fushës tënde. Kjo duhet të ketë një lloj analize se kur lën pikë besoj me barazim në shtëpi,
Atëherë kemi këtë diferencë për një pikë sot tu, pa shkuar për të analizuar ndeshjet tjera. Por duke qenë se e thatë ju, kjo mund të jetë emisioni i fundit që flasim për futbollin, qartë të luajtur gjatë sezonit, por ne do vazhdojmë për të bërë analiza edhe pas kësaj. Pra, këtu e kisha atë merakun e lojës, sepse Skënderbeu është fanele e rëndë tashmë. Është një Skënderbeu evropian me histori të madhe, e si i tillë, kur shikojmë lojëra të tilla që nuk kanë fort fantazi e interpretime, manovra, si ajo me Korabin apo shku në transfer me Borrellin, unë sigur nuk pajtohem me cinizmin e atyre trajnerëve që duan piket. Nuk është se mua më pëlqen cinizmi. Çdo trajner do donte që ekipi të ishte i bukur në fushë dhe të ishin fitore në goleadë. Megjithatë, unë bie me këmbë në tokë te pjesa e kategorisë së parë dhe pavarësisht është niveli i dytë për sa i përket futbollit në Shqipëri, por besoj që edhe aty futbolli është i ashpër dhe është i vështirë. Dhe do të kërkoja jo për të mbrojtur trajnerin në këtë rast, por do të nuk po e shënoj asun, s'ke pse ta mbrosh. Për të mbrojtur trajnerin aktual të Skënderbeut, i cili vinte nga një sezon i dështuar për ekipin e Skënderbeut pas rënies në kategorinë e parë. Presidenti i ka besuar përsëri dhe Skënderbeu ka ditur ta rifitojë vendin. Tashmë jemi para faktit që do të luajmë në Superligën shqiptare. Duket se kategoria superiore tashmë është e siguruar për Laçin dhe Skënderbeun për titulli kampion. Pra ditën e hënë edhe një herë tjetër kthehemi aty. Do jetë një ndeshje e luftuar për shkak të kësaj kupe, të këtij titullit, atij shpërblimin që jep Federata Shqiptare e Futbollit në këtë rast, apo? Po, patjetër që sidomos nga ana e Laçit do të ketë, nga që i duhet vetëm i bën punë vetëm fitoria në këtë ndeshje, besoj që do ta luftojë më fort për sa i përket 3 pikëshit. Dhe këtu besoj që fillon të zbukurohet loja, sepse Skënderbeu mbase do të jetë më i kujdesshëm duke pritur atë barazimi dhe me atë cinizmi që e ka karakterizuar këtë vit. Unë besoj që do të jetë një ndeshje luftuar vërtet, të dyja ekipet e kanë merituar ngjitjen në kategorinë superiore. Tashmë le të tregoj kush e ka merituar atë kurorën e këtij sezoni. Vërtet mund të jetë një kuror e nivelit të dytë, por për statistik besoj që vlen, edhe për shpërblimin besoj që vlen. Atëherë, vim të Pogradeci. Me gjitha të investim, ma lojtarë të ardhur, merkato të fuqishme, në merkaton e verës, të dimrit, e kishe menduar skuadrën që të kalon të direkt, apo? Në diskutimin e fundit që ne kemi patur këtu bashkë, kemi qenë Po, përballë kishim edhe kapitenin Zguro. Kemi gjithmonë unë kam mëshuar faktit që ndeshja vendimtare do të ishte ndeshja në Laç, e cila rezultoi jo e suksesshme për Pogradecin dhe me atë humbje Pogradeci tashmë do të ndjek rrugën më të gjatë të play-offit, që nuk është e lehtë, por nuk është edhe pamundur. Tashmë jemi para këtij verdikti, por Pogradeci i gjithë sezonit ka pasur shumë luajtje, shumë ulje-ngritje, në të cilat u reflektuan tashmë edhe në këtë fund sezoni, që pas asaj ndeshje shpërthyen dhe debatet të tjera dhe problemet të tjera në të cilat kanë shkuar. Pas ndeshjes së humbur me Laçin. Me Laçin, sepse gjithmonë tonin në raste fitoresh, fitoret janë ato që i mbulojnë të gjitha problemet, të gjitha defektet. Ndërkohë që një humbje, edhe sidomos ajo humbje e cila dogji shumë, edhe për mënyrën se si erdhi, ka filluar dhe pastaj nuk është mbajtur me ai presioni i asaj humbje aq të rëndë. Dhe ka shpërthyer. Nuk mund të gjykoj dot se kush është fajtori apo kush mund të akuzojmë trajnerin apo kapitenin apo siç ka erdhur situata ku edhe kampi qytetarët pogradecari janë ndarë në 2 grupe, disa që mbështetin kapitenin dhe disa që mbështetin ekipin me vendimin që ata kanë marrë. Besoj që kjo është do doja një menaxhim më të mirë të këtij presioni, sidomos pas asaj humbje, sepse jeta vazhdon, edhe kampionatet vazhdojnë, edhe sezoni tjetër vjen shumë shpejt. Për të kaluar kategorinë superiore është mundësia nuk ka mbaruar akoma, sepse play-offi është vërtet një rrugë e gjatë, por të mos harrojmë që Pogradeci sezonin e shkuar ka qenë deri në minutën e 93 duke luajtur finalen me Tiranën dhe vetëm aty është dorëzuar me një autogol, jo me një gol të Tiranës. Kështu që nuk është asgjë e pamundur. Dhe do
do të isha unë dakord me një menaxhim më të mirë të kësaj situate, me këtë përplasje që tashmë e kemi publike midis trajnerit dhe kapitenit Zguro, sepse nuk besoj se i bën mirë asnjëres palë dhe aq më tepër ekipit. Burimet e siguruar më kanë bërë me dije se trajneri Qela pas humbjes me Laçin i ka paraqitur dorëheqjen presidentit të ekipit të Pogradecit, dorëheqje e cila nuk është pranuar në një situatë të tillë. Madje i ka dhënë besimin për të vazhduar më tej me shpresën për të kaluar në kategorinë superiore. Në një moment si ky, a është menaxhimi më i mirë që ka bërë situatën se vetë presidenti? Besoj që ka bërë zgjedhjen e duhur, sepse në vetëm 2 ndeshje të mbetura askush tjetër nuk do të njihej me klimën aty brenda, me ekipin, nuk do të kishte kohë të ndryshonte as filozofi loje, asgjë, dhe besoj që zgjidhja më e mirë do të ishte vazhdimi i këtij trajnerit i cili e solli deri këtu. Unë do doja nga ky trajner, nga ky staf, nga ky klub, menaxhim më të mirë të situatës pas humbjes, dhe të mos fillonin direkt akuza ndaj njëri tjetrit. Kush bëri parasysh debatin që ka pasur brenda dhomës debatin edhe vendimet që janë marrë për përjashtimin në mos gaboj të 2 lojtarëve. Po. Kështu që kjo do të ishte në të mirë të klubit për të menaxhuar, ndërsa vendimin e presidentit unë nuk e dija që Qela kishte ofruar dorëheqjen, por besoj që ka bërë zgjedhjen e duhur sepse në kaq pak kohë askush nuk do të kishte mundësi për të futur. Shikoj, ashtu siç kanë rrjedhur ngjarjet duket në dhomën e zhveshjes, ka patur edhe situata të tjera, duket se ka qenë e pashmangshme një situatë e pezullimit të 2 futbollistëve pogradecare. Jam dakord, por gjithmonë në çdo ekip dhe në çdo ekip, jo në klub, ne kemi një shprehje që ajo që ndodh brenda dhomave të zhveshjes ngelet aty dhe nuk duhet të dalin shumë gjëra jashtë asaj dhome. Aq më tepër në një situatë si kjo ku ndodhet tashmë ekipi i Pogradecit, sepse të mos harrojmë dhe duhet ta theksojmë që është nga ekipet më të investuara edhe në Superligën shqiptare nuk kemi ekipe kaq të investuara sa ç'është Pogradeci sot. Prandaj që nuk është çështje personale, është çështje klubi tashmë, ku secili duhet edhe të zbresë nga egoja e tij në një moment, edhe pa mbajtur anën e asnjëres palë, pavarësisht se Zgurën e kemi mik, por duhet të shikojmë interesat e klubit në këtë moment dhe jo interesat personale. Si trajneri, qoftë edhe 2 lojtarët të cilët kanë kontribut shumë të madh në ekipin e Pogradecit. Është e vështirë, realisht duhet të pranojmë faktin që një ndeshje që kishte brenda gjithë sezonin, por që shkon dëm ajo ndeshje, është e vështirë për ta menaxhuar situatën ndoshta qoftë edhe në dhomën e zhveshjes, por sepse kështu janë situata me ngarkesa të mëdha. Jam dakord, po prandaj është trajner me eksperiencë, janë lojtarë me eksperiencë, të cilët duhet të dinë ti menaxhojnë këtë situata. Për fatin e Zgurës, për fatin e keq të tij, nëse ai do kishte shënuar atë penallti të humbur, rezultati do ishte në barazim. Këto gjëra jam i sigurt që nuk do ndodhnin, mbase Pogradeci mund ta fitonte edhe lojën. Prandaj futbolli është i bukur dhe i paparashikueshëm. Një fraksion sekonde hedh në erë çdo gjë. Për të kaluar tek kategoria e dytë, për të kaluar tek Maliqi, në vend 5 të keni mbyllur sezonin, keni luajtur një ndeshje në play-off, Po. I kënaqur? I kënaqur që e kemi mbyllur në vendin e 5 brenda objektivit, kemi pasur si objektiv të ishim në 5 vendet e para, do në ekipet që të kërkonin play-offin për të ngjitur në katën e parë, pavarësisht se renditja nuk na favorizonte. Megjithatë, këtë vit realisht kemi bërë një sezon të mirë, ku kemi grumbulluar mjaftueshëm pikë për të qenë në atë vendin e 5, dhe në Sarand kemi luajtur një ndeshje finale në të cilën e kemi humbur në rezultatin 2-0. Nuk është se loja ka pasur diferenca të mëdha, ne kemi pësuar golin e parë në minutën e 48 të pjesës së parë. Nëse loja do shkonte barazim, pjesa e parë do mund të rifilloni me një tjetër motivim pjesën e dytë. Pastaj dhe pjesa e dytë ka filluar me një gabim të portierit tonë që ka pësuar një gol shumë të lehtë dhe me rezultatin 2-0 pastaj nuk ka pasur shumë histori ndeshja. Por besoj që e kemi merituar këtë finale të vogël brenda këtij viti, këtij sezoni, me atë që kemi treguar gjatë gjithë sezonit 2025-2026 dhe tashmë e kemi mbyllur përfundimisht. Dëvolli, mendoni se ka qenë brenda pritshmërive në këtë sezon apo? Nuk besoj se ka qenë brenda pritshmërive, sepse në fillim të sezonit kanë pasur të tjera objektiva. Megjithatë pati 2-3 luatje shumë të forta edhe me ndrime dhe me rikthim trajnerësh. Megjithatë në fund pastaj
ajo që ishte më e rëndësishme për të shpëtuar sezoni, ndodhi dhe nuk u rrezikua as play-outi për të rrezikuar kategorisë dytë, po as edhe vendi i fundit. Të hënën luan dy ndeshje të rënda e parash në futboll. Skënderbeu Laçi. Titulli kampion shkon tek Skënderbeu patjetër. Në orën 18 në Pallatin e Sportit Arefi Berberi në Pogradec, nuk e di sa jeni i dashuruar pas lojës së Rjetës, por është Pogradeci në ndeshjen e 5 me ekipin e Tiranës në voleyboll për femra. Ju e ndoqët pjesën e parë të emisionit me voleybollistën ndërdanet e ekipit të Pogradecit Edona Kallutra. Pogradeci kërkon të shkruaj historinë. Jemi në pragun e kësaj historie, do ta shkruajmë? Tashmë janë dy finale. Unë zgjedh të shikoj finalen e Skënderbeut, nëse do të ishin në ditë ndryshme do të shihja të dyja. Nuk e dashuroj voleybollin, por e pëlqej. I kam ndjekur këto finalet edhe të Pogradecit, edhe të Skënderbeut meshkujve. Të Pogradecit i kam ndjekur edhe kur ka qenë jashtë nëpërmjet internetit. Uroj dhe shpresoj që në këtë finalet fundit, edhe pse kanë fituar 2 herë në transfert, edhe Tirana ka fituar 2 herë në Pogradec, uroj dhe shpresoj që të jetë pika e ktesës për Pogradecin dhe të jetë një fitore historike. Falenderoj pafund. Faleminderit. Këto pra kemi përfunduar edhe për sonte emisionin Konak në televizionin Sot 7. Mos harrojmë se ditën e hënë luan 2 ndeshje finale për titullin kampion në futboll. Skënderbeu pret ekipin e Laçit me një pikë më shumë se Kurbinasit, pra edhe një parazim bën atë që Skënderbeu të jetë kampion i kategorisë së parë, por të dyja skuadrat kanë siguruar kalimin direkt në kategorinë më të mirëve të futbollit qytetar. Nga ana tjetër, është ndeshje historike që luhet në Pallatin e Sportit Arefi Berberi në Pogradec. Ekipi i Pogradecit në voleyboll për femra pret ekipin e Tiranës në ndeshjen e 5. 2 herë ka fituar në Pogradec ekipi i Tiranës, 2 herë ka fituar ekipi i trajnerit Besnik Pisha në kryeqytet. Ndeshja e 5 në shtëpinë e Liçenorëve. Unë do të jem te kjo finale, edhe ti. Të gjithë pogradectarët duhet të jenë në Pallatin e Sportit Arefi Berberi, është ndeshje historike, ndeshje e titullit kampion. Edhe një herë, unë do të jem, edhe ti, të gjithë aty, në mbështetje të ekipit të Pogradecit në voleyboll për femra. Nga unë Toni Frogu, natën e mirë.